Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. A duhet i fusim fasulet në ujë përpara gatimit? Eksperti i jep përgjigjen që do ju befasoj. Të thjeshta, të shëndetshme dhe gatimi më ekonomik. Fasulet janë receta sekrete e çdo anvisër shqiptare. Të dish se si të përgatisësh fasule në mënyrën e duhur, të ndihmon të shmangësh gjithashtu edhe gabimet më të zakonshme. Ndonjëherë fasulet nuk zgjejnë tamam, ndonjëherë zbuten e pothuajse treten kur gatuhen. Sipas Brajcajt, në këtë video do ju sillim një mënyrë më të mirë të përgatitjes së fasules çdo herë që ti gatuani ato. Përpara se të filloni me përgatitjen e fasuleve, duhet të dini këto gjëra. Një hap kyç në përgatitjen e fasuleve është të dini gjithashtu edhe vjetërsinë e tyre. Dhe pse fasulet qëndrojnë deri në 2 ditë, ju sugjerojmë që ti gatuani ato sa më shpejt. Fasulet më të vjetra se 2 vite mund të jenë më të vështira për t'u zgjerë, megjithatë, mënyra kryesore e përgatitjes së tyre do të bëjë edhe ndryshimet parësore për shijen. Përpara se t'i përdorni për gatim, duhet t'i shplani ato me ujë të bollshëm, nga çdo papastërti, si dhe të qëndrojnë ato edhe si një mundësi e mirë për të larguar kështu edhe fasulet e prishura. Vjetërsia e fasuleve ndikon drejt për së drejti në kohëzgjatjen që nevojitet për t'i lënë ato në ujë. Si fillim, duhet të zbusni fasulet në ujë. Lënia e fasuleve në ujë shkurton kohën e përgatitjes, si dhe i bën ato më të lehta për t'u tretur. Nëse shtoni dhe krip në ujë, pra formimi një lloj shëllire do të mundësojë që lëkura e fasuleve të çahet më shpejt. Larja e fasuleve me ujë është një metodë e vjetër që të gjitha anvisat shqiptare mund ta përdorin. Këshillohet që mjafton të hidhni fasulet në një enë dhe t'i mbani ato me ujë dhe të shtoni një lugë gjë me krip për çdo 500 gram fasule që gatuani. I lini në ujë për të paktën 4 deri në 12 orë. Më pas mjafton që t'i kulloni dhe t'i përdorni për recetat tuaja. Ka mendime që përdorimi i kripës në ujë që zhyten fasulet nuk e lejon ato të zjehen plotësisht, por në të vërtetë ndodh që ose fasulet kanë qenë të vjetra dhe kanë kërkuar shumë kohë të zbuten, ose nuk janë zbutur plotësisht. Si dhe uji i shtëpisë suaj mund të jetë i pasur me shumë minerale të cilat i japin asaj një fortësi dhe nuk lejojnë zbutjen e këtyre bishtajoreve. Megjithatë, për ta nashkaluar dilemën nëse kripa ndikon ose jo vërtet në kohën e zgjerrjes së fasuleve, mund të zbusni fasulet me ujë dhe sasinë e kripur ta shtoni në fillim ose në fund të gatimit sipas preferencës suaj. Zbutja e shpejtë e fasuleve mund të arrihet edhe në kushte shtëpie. Një tjetër metodë është zbutja e shpejtë e cila mund të përgatisë recetën tuaj në disa orë pa sakrifikuar shijen ose teksturën e fasules. Vendosini fasulet në një tenxhere të mbuluar afërsisht 4 gishta me ujë. Tenxheren e lini në zjarr derisa të zjejë. Pasi të ketë vluar, hiqeni nga zjarri dhe e lini atë në ujë edhe për një orë tjetër. Kullojeni, i shplani dhe vazhdoni recetën tuaj. Ose mos i zbusni me ujë. Ky është një sekret që mundet edhe të mos e dini. Mund t'i gatuani fasulet edhe pa i zgjerë në ujë. Mjafton t'i shtoni në tenxhere ku keni vendosur të përgatitur recetën tuaj dhe t'i lini për 1 orë ose 2 orë duke i zgjerë. Këshillohet të keni kujdes me sasinë e ujit, pasi me kalimin e kohës ai do të avullojë. Her pas here shtoni ujë, lëng perimesh ose mishi, aq sa fasulet të jenë gjithmonë të mbuluara. Vazhdoni me këtë procedurë derisa ajo të jetë gati për konsum. Gatimi i fasuleve me tenxhere të zakonshme. Vendosini fasulet në një tenxhere, hidhini ujë derisa të mbulohen plotësisht dhe i kaloni në zjarr të ngadalt. Sugjerohet të përzieni shpesh gatimin e fasuleve që të mos lejojnë ngjitjen e tyre në fund të tenxheres. Nëse ato bien në fundin e tenxheres, do të fillojnë të çajnë lëkura dhe fasulet do të zbuten tej mase, duke rezultuar në një pjatë ku disa kokra janë më të forta se sa të tjerat. Në varësi të vjetërsisë së fasuleve, kohëzgjatja e zgjerrjes së tyre nga 1 deri në 2 orë për fasulet e reja, në 3 deri në 4 orë për fasulet e vjetra. Fasulet mund t'i gatuani edhe në tenxhere me presion.
Për këtë metodë vendosni fasulet e zbutura në ujë ose jo në tenxhere me presion të mbuluar me ujë. Shtoni krip dhe erëzat tuaja që preferoni, një lugje dhe vaj ulliri të cilën do të parandaloj bllokimin e valvulës së presionit të avullimit. I zjeni për rreth 5 deri në 10 minuta në zjarr të lartë për fasulet e vogla, për rreth 35 deri në 40 për fasulet e mëdha si ato plaçi. Por këshillohet që të tregoni kujdes pasi nëse i keni lënë në ujë për t'i zbutur që të përgatiten më shpejt, atëherë duhet të tregoni edhe vëmendje me kohëzgjatjen e tyre. Por si ta kuptoni nëse fasulet e gatuara janë gati për konsum? Mjafton që me ndihmën e një luge të merrni disa kokra dhe të shikoni nëse lëkura e tyre është e rrullur. Më pas i provoni kur janë gati. Ato duhet jenë të buta deri në qendër, por jo të jenë të zbutura sa të humbasin formën, gjithashtu edhe shihen. Fasulet mund të përgatiten në forma të ndryshme, por gjithashtu edhe zgjerrja e tyre kërkon edhe një sekret të shpejtë për të arritur rezultatet e duhura. Fasulet mund të gatuhen në mënyra të ndryshme, por gjithashtu edhe përgatitja e recetës suaj mund të jetë një nga zgjidhjet më të mira për të përmirësuar shijen, gjithashtu edhe pjatën tuaj të preferuar gjatë stinës së dimrit. Ndikimi i fasuleve që është në organizëm është vërtet i madh. Fasulja dallon nga shumica e artikujve, kërkon edhe një përgatitje paraprake. Para se vërtet të filloni përgatitjen e fasuleve, nevojiten shtesa të caktuara që të qëndrojë një natë në tenxhere plot me ujë për të bëmyer dhe për të zbutur, gjë që goxha shumë lehtëson edhe punën e stomakut tuaj. Dhe kur të ketë kaluar ajo natë e bujshme gjatë të cilës ka qëndruar fasulja në ujë, filloni përgatitjen pa u ndalur. Derdhni ujin në të cilën ka qenë fasulja, hidheni tjetrin dhe fasulen e kaloni në shporet. Kur uji i vlon, prisni 10 deri në 15 minuta dhe sërish derdhni ujin dhe hidhni ujë tjetër dhe atëherë të vlojë edhe sërish. Kjo procedurë është goxha e lodhshme, mirë po, në sa më shumë ujë që të zjedh fasulja, aq më e mirë do t'jetë shija dhe më pak do të fryjë stomakun tuaj. Kur pas vlimit të tretë të ujit keni vendosur që është të bërë mjaft, atëherë merrni 1 ose 2 qep, varësisht sasinë e përgatitjes së fasuleve. I fërgoni në një tenxhere të posaçme dhe më pas hidhni në enë me fasule. Sipas dëshirës mund të shtoni edhe mish të thatë ose brinjë ose prosciutto. Ne gjithmonë shtoj më pak ose shumë ujë varësisht se sa e doni fasulen të hollë në formë çorbe ose fasulen më të derdhur që nevojitet më shumë qep dhe në fund teprica e ujit derdhet dhe fusni fasulen në furrë që të piqen. Për shkak të shijes më të mirë, mund të hidhni edhe speca të plotë ose një karrotë të grirë në rende. Nga erëzat në fillim, hidhni 2 deri në 3 kokra piper dhe një fletë dafine. Mirë po, fletën e dafinës mos e lini gjatë gjithë kohës, por pas rreth 10 minutash nxirreni nga tenxheria. Në fund të gjithë kësaj shtoni thelbin të grirë të udhrës dhe specat e kuq të bluar, që të marrë edhe një ngjyrë më të bukur në portokalli. Kështu do të arrini të realizoni një përgatitje më të mirë të fasuleve. Kohëzgjatja e tyre e gatimit do të varet gjithashtu edhe nga vjetërsia e fasuleve. Mënyra se si i zgjeni fasulet do të bëjë gjithashtu edhe ndikimin kryesor të shijes së saj. Fasulet janë në pjata e preferuar e shumë njerëzve, por ndonjëherë mërziten që t'i gatuajnë ato sepse kërkojnë shumë kohë dhe shumë mund. Fasulet konsumohen në të gjithë Ballkanin, por edhe në Britaninë e Madhe që janë pjesë e mëngjeseve. Për të gatuar fasulet duhen disa orë, por anvisat së fundmi do të lehtësojnë procedurën e gatimit të tyre duke përdorur edhe këto mënyra. Soda e bukës. Shumë anvisa e dinë se fasulet duhet të qëndrojnë në ujë të ftohtë gjatë natës, por për të gatuar më shpejt fasulet, soda e bukës ju vjen në ndihmë. Domethënë është më mirë të shtoni një lugë çaji sodë buke kur gatuani fasulet në ujin e parë dhe më pas i shplani ato për ujin e dytë dhe kështu do të keni një zgjerrje më të mirë të gatimit tuaj. Vëmendje, jo bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos të zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.